Edhe Roskoveci ka ndezur dritat e pemës së Krishtlindjes në një atmosferë entuziaste, plot emocion e gëzim. Dritat shumëgjyrshe u ndezën pas numërimit mbrapsht të fëmijëve dhe kryebashkiakes Melinda Bufi, e cila në fjalën përshëndetëse ka uruar festa të gëzuara për të gjithë qytetarët. Në këtë natë festive, protagonist ishin fëmijët, zërat dhe emocionet e të cilëve e kthyen sheshin qendror në një festë të madhe. Ndërkohë atmosferës festive ju bashkuan qytetarët e të gjitha grup moshave për të shijuar dekorimet, dritat dhe atmosferën e ngrohtë.